FSHF dhe skandali i blerjes së vendimeve, ku është drejtësia? Në botën e futbollit shqiptar, akuzat e korrupsionit dhe abuzimit të pushtetit nuk janë të reja, por ato që kanë dalë në shesh në lidhje me Federatën Shqiptare të Futbollit, FSHF, dhe kryetarin e saj, Armand Duka, janë aq të rënda sa kërkojnë një hetim të menjëhershëm nga autoritetet. Mira denoncime publike nga futbollistë, duke përfshirë figura të njohura si Granit Xhaka, kanë theksuar se FSHF dhe njerëzit e saj të afërt kanë kërkuar para në mënyrë të paligjshme për të garantuar vendime të favorshme, pjesëmarrje në kombëtare, apo madje edhe transferime të manipuluara. Rënja e besimit, futbollistët flasin. Futbollistët shqiptar, të cilët kanë guximin të flasin hapur, kanë treguar se sistemi i FSHF-s është i ndërtuar mbi korrupsion dhe favorizime. Disa prej tyre kanë thënë se u është kërkuar shpagim financiar për të qenë pjesë të skuadrës kombëtare. Kjo nuk është thjesht një pretendim i izoluar, është një model që ka qenë i pranishëm për vite, por që mbetet i pahulumtuar nga autoritetet. Pse SPAK u hesht? SPAK ka ndërmarrë hetime kundër figurave të larta politike dhe publike, por çuditërisht, FSHF-ja dhe drejtuesit e saj duket se janë të imunizuar. Ndërkohë, hetimet e SPAK-ve janë përqendruar në raste të tjera, siç është ai i Erion Veliajt, ku u zbulua se një polic i burgjeve i kishte dhënë një telefon për të biseduar me gruan e tij. Por kur bëhet fjalë për miliona euro të dyshuara të vjedhura nëpër FSHF, SPAK-u duket se nuk ka ndonjë interes. A ka ndonjë lidhje politike? Në një raport të gazetës Koha Jone, u theksua se hetimet kundër Dukës filluan vetëm pasi ai shpalli kandidaturën për rizgjedhje, duke sugjeruar një luftë të fshehtë për pushtet ndërmjet qeverisë dhe FSHF-s. FSHF-ja ka akuzuar qeverinë se përdor organet e drejtësisë për të destabilizuar futbollin shqiptar, por kjo nuk shmang faktin se ka akuzat konkrete të korrupsionit që presin përgjigje. Gjykata e arbitrazhit sportiv, SAAS, dhe refuzimi i Koksh për të respektuar vendimet. Një tjetër skandal që ka zbuluar probleme sistematike është refuzimi i Komitetit Olimpik Kombëtar, Koksh, për të zbatuar vendimin e CAS-it, i cili shpalli të pavlefshme vendimet e Koksh për shkak të shkeljeve procedurale dhe përjashtimit të paligjshëm të FSHF-s. Kjo tregon një kulturë të thelluar të mospërfilljes së ligjit dhe transparencës. Çfarë duhet të ndodhë tani? Hetimi i pavarur ndërkombëtar, FIFA dhe UEFA duhet të ndërhyjnë për të hetuar akuzat e korrupsionit në FSHF. SPAK duhet të veprojë, nëse ka dëshmi për shpërndarje të parave të pista, pse nuk ka ndonjë hetim zyrtar? Transparencë e plot, FSHF-ja duhet të publikojë të gjitha transaksionet dhe vendimet e saj financiare. Mbrojtja e denoncuesve, futbollistët që flasin duhet të mbrohen nga hakmarrja. Futbolli shqiptar nuk mund të shëndoshohet derisa të rrëzohet sistemi i korrupsionit që e ka pushtuar. Nëse SPAK dhe drejtësia nuk veprojnë, atëherë ky skandal do të mbetet një plagë e hapur që do të vrasë çdo shpresë për një futboll të pastër në Shqipëri. Sporti nuk mund të jetë peng i një shteti që refuzon ligjin ndërkombëtar FSHF. Por a mund të jetë sporti pa?